Koha për lajmet e fundit nga showbizi që sot do t'i trajtojmë së bashku me Lorik Kajtazi. Mirë mëngjes, mirë se erdhe. Po ashtu kemi edhe Miftar Zinullahu, mirë mëngjes, mirë se erdhe. Zakonisht e ndëraj ujin krullna. Pse se ke ndru sot? Ka avokati ashtu. Po. Pse me ndru? Pse? Ju vëq thash pse me ndru, ta shumë mirë. Ka avokat, ja? Shumë mirë. Për ndryshe gonë urime ditëlindjen. O, faleminderit, Lori. Se në mëngjes, neve vishë si na hikështë në Facebook me këshirë, kështë si Facebook i na kujton që gonë që gërgjareu ka ditëlindje në urime dhe njështë. One të munu me minimizu këtë punën e ditëlindje, se pa më do këtë vetja si fëmi me festu e me uru ditëlindje, po qagni, sa është të ma pru një ma fen. Një shoqe, ka me vërtet është. Hajde, eska Nisja Kongës, Agnes. Ajde nisja një jo, krejt bashk, a shkojmë. Vishen janë kodër pak. Për ty. Nisja, 1, 2, 3. Shumë urime për ty. Shumë urime për gonxhën. Faleminderit shumë Agnesa. O, zemër vës në loqi. Shumë urime për ty. E sa shumë ditlindje, jemi të festu të ora 7. Urime dhe juve, kolegë të nderuar. Aty në ambëlsirave shumë të shtrajta, që i bishim ka 20-30 euro. Pas ne kemi miron disa ambëlsina që kushtëshin 2,99 cent, tash jemi dikon të 50 cent. Kështu e ka jeta. A me menu një dëshira? Pa tjetër që do shme menu një dëshirë. Oke, a me më shelësit. 3, 2, 1. Kur i kemi pas ka 20 vjetë, që shto i bëjshim shpenzimet në torte, balona e krejtë, dhe vëq kjo po shio që shta gonja pi 50 euro torte me kalimin e viteve, ndonjë që shto në 50 cent, pak o 6 topa. 50 cent, pak. Në zbritje, plus ato të këshyrë një gjithë. Mirë, Ata thot një asi mesazhe, po s'ka lidhje për të qmimi, është më nënë si gjesti, vra. Gjesti gjithmonë është Gjesti është gjithmonë shumë e rëndësi dhe faleminderit shumë. Shumë faleminderit Unë gjemë gëzofshë dhe shumë tjera, shumë shëndet edhe lumëtor. Faleminderit shumë së bashku me juve. Ta është dokna pak ma spesh. Mirë, është pra koha e thashe thëmeve, flasim për disa prej yjeve të showbizit sonë. Me kënd po meremi sot, Lori? Po meremi mas pari me Miftarin, dhe të kalzan, që ka pru priveja. Tali, që ka si priveja? Priveja ma e dim, që bën tërmet në përjet momentin që dalin lajmet. Kemi pas rastin e Dafina Zeqirit, që e kemi pas në rubrikën, na kanë thënë që Dafina është prish me ish menajmentin e saj, do më thonë me Plum Qtakun, edhe me DJ-n e saj, DJ Dandarën. Po me është edhe familjari Dafinës, apo jo? Po, si të zaka diçka ndohet jem, po. Edhe, do më thonë, është periuda ma e gjatë që ka mujt një menager me menagju një artistës qysh është Dafina Zeqiri. Për shembull, ka 10 vjetë që është menager i saj, por që me sa duket nuk janë të shku në ato ujrat e mirë këto ditëve të fundit, edhe ka ardhe i të ajo ndarja e bashkëpunimit tyre. Pse ka ardhë një ndarja? Nuk dihet, ale. Ka ardhë me ndonjë problem, qysh dhe kemi raportu në të kalu me ndonjerë për keq kuptime probleme që mund të ketë Dafina me saf, apo në mënyrë kaqësore? Akoma nuk është e qartë, për derisa ju nuk janë mo as në Instagram, nuk e ndjekën njëri tjetrin si Plumbi edhe si DJ Dandara, dhe me thonë atu ka diçka. Mësër, po kjo ko është atë zënis për ka fundi Dafinës. Po dhe hormonët për të marrë për të madhe Dafinës, se hormonët ju kanë që regullu, do është milion. Qështu? Po mendoj që ajo në kohën kur i eshtë atë zone, unë se kom pritu asë një herë një që dashur. Agnesa e ka pritu, kur i pak më ndryshe, në një gjendje tjetër. Pa i përbesh, nuk ka shqie njëri tjetër, edhe den vjen për një tonë njëri njëtje, edhe menagerin e ti edhen këne ki, edhe vazhdon. Po jo, është normal e kuptushme që gjdo person mundet me ndërprej një bashkëpunim. Apo të shtarua që është një pri bashkëpunim se ka shumë pushim të lindjes. Maybe. A është e vërtet ajo kërë pa qitë ato $1 do me thonë, aty pak a shumë kanë qenë këta Dafina edhe Plumi një farase ekipe, ta mani sukseshme që s'kan pas skandale, edhe nëse ka përfundu, nuk të me thonë, është atë që ka përfundu me Shpresoj që ka përfundu mirë. Gjdo raport që përfshihën miliona është biznesi të ne, ka. Gjesti prapë është gjithandej i përfshirë, apo jo, edhe Egli në fakt.
po tash për me ikë për jasajna të privesh për përzim pak një lajmë që të të pak një peshtim. Egli ka dalë me disa fotografi nga prapaskenat edhe nëse mundëm me i po shumë fotografit hajri sholla shumë e bukur po do këtë shumë seksi, kjo është... Me gjizgoja ata të më zgëzu shumë, hajtë të njerë? Po gëzat më shumë, ma më dhenë kështë në Nuk e fjallën me së. Di shka keni bo, se nuk kam qenu në studia. Ama po për që po duket hatë, po duket shumë hatë. Konga, postimi ka qenë gjatë videoklipit, ku po punon me Fifin bashk, Fifin e ka si lloj producente, dhe kam postu po ashtu një video bashku, shumë janë kritiku, sidomos Fifi është kritiku këgja shumë për atë llojin dhe me mesazhe që po e jep, po krejt e dim që Fifi është përveç këngëtarëve, është edhe një artiste që shkruan këngë dhe ka tekste shumë të bukura që shumica për tyne janë edhe hite edhe hala dëgjojnë. Për çka për para gjykojnë Fifin? Po kush e di, diçka për marrin si në humor. Jo, po, ka qenë edhe pjesa e kongës që kanë vendosë Fifi edhe Egli me dalë, ka qenë kongë diçka për eksat, edhe për pare, kështu që për që ata është kritiku këgja shumë, ku tani Fifi dulje edhe me një, po, është virale, po botë në krejtë botë, e dim se qëfar fanbase ka për momentin Egli, edhe qëfar fanbase ka Gjesti, edhe momentin që përmenën eksat, me njëherë fillojnë aludime që mos jënë do, mos pëjgjujnë fjallë janë i tjetërë, e për qëta arsye është. Kur kem bashk, dhe shte dim? Si kështu e kam pranu dhe i dikun që janë bashk, po hales ka diçka publike. Gjesti në për koncertet e ti është tu e përmen, tu i qu selame në për... Tash, dhe shpëtu mu gjithë diçka, për një me kemi po një farë kimie mes këtë në dëve, ama une po besoj që edhe prej qiti presionit matë që është tu ju bo qiti qiftet, këta dhe për një me nuk e di që shmujnë edhe mu afru një me tjetër nga kam pas kohë mu njoftu taman edhe me naj taman shlirë jashtë shtëpisë së Big Brother, edhe që atë ndjenjen e mirë që e kam pas, më nduket nuk pilojnë njerës as me kryu edhe me zhvillu. Sa i përket presionit, po besoj se cili qef që është kriju mrana Big Brother, në momentin që ka dalë e një farë presioni prej foncave tyne, ka pos raste ku një ishbanore nuk i ka pëlqy një banor tjetër, edhe kur ka dalë jashtë kanë fillu me krytzuat ishbanore, veç pse për faktin që nuk i ka dhonë mundësi mu lidhë mrana Bigut. Për që të arsye po besoj që është këj presioni edhe nuk munën me shfash një anë tjetër. Hales s'kemi pas në i postim pej Gjestit edhe Eglit bashk. As një dalje ty në publike, kështu që... A ka arrit privet diçka me identifiku? Jo. Ale jo, jena të punu në këtë aspekt. Jena të ullumtu ma shumë të këqyrëm. Qka ullumtu adërim më tani? Na kem qef mi kap kështu paparazzi. Kem qef mi nëzonë një farë pozite që... Falak mushme. Se për ndryshe edhe që se i thirë tash nuk dalin as njani për tyne në për intervista, kështu që o dush mi nëzonë me të petë përdore që fëtojmë një fjallë populore, o s'ka. Mirë, po qka keni sjellë gjatë kësaj jave që ja vlenë kështu edhe me u ristilë? Ka qenë edhe statusi i Teuta Selimit, që e ka hedhë në storje qeni i keq të bjen ujë këntërisht. Na kena hullumtu pak edhe si pas informacioneve tona ka të bëj për një tradhti të mëndshme, por jo tradhti në qift, por në tradhti në mes gjakut saj. Për qatë arsye, ajo ka hedhë storje dhe ka gjujt fjallë tek njerëzit e saj, të rejthi saj që jënë të i punu mas shpine sana. Ta është priveja, është prive, edhe mundohet ta është javën vazhdim mi sjell ato prapaskenat e këtyne statusa të Teuta Selimit. I ka dhe kongë, i ka diqysh, ajo konga që ka një shëqni, që si ka lëzë një shëqni arret. Keni mbaj gjallat e fsheta. Qata që shto i ka dhe kongë diqysh. Ujë kotorishte. Po, qata. është kë statusi i saj, qeni kesh ta bjen ujë këntërisht. E kush është ujë, kush është qeni keq, kush është torishta? Kjo është... Po dhe? Teuta Selimi... Edhe kush është Teuta Selimi? Teuta Selimi nuk i kena pa në intervista ma prej rastit që e dënëncoj burrin edhe vllahën e saj për burin familje. Ajo në bashkë do me burrin a ka, a update? Nuk e di, do më thonë, me sa informacione kemna, nuk janë bashkë, do më thonë. Jënë do gjithë kujdestaria e fëmijëve i ka kalu Teutës, edhe ta është Teuta me qëto nga cmimet e saj në për rrjetet sociale, po bëhet temë
e media ka pak. So janë ashtu të Uta Selimi, për Bajram ka me këndu bashkë me Gjesti, njëtin vend janë. Gjesti për herë parë ka marrë me një koncert në Kosovë. Edhe adini ku? Në Pej. Pavlan. Vendlindje. Në vendlinjën e vetë, në Pavlan, krejt bëjshin hajgare me Gjestin, kërë të ke Gjesti që e kom një diskotek 2 minuta pi shpis, nuk i besojshin, po diskotekën e ka shumë afer. Në më thonë 2-3 minuta, në kom dështë një 5, po me vetur 2 minuta e ka që atë diskotekën, kështu që për Bajram ishin Gjesti, të Uta Selimi edhe më do këtë Bejta ke. Po, Bejta. Kështu që ke kombinimi. Bejta, ti ke po të famshëm Bejtan. Bejta. Po brej, po viral gjithandej Bejta. Po të prej te. Me syza. Po tash po e bën famshëm diçka tjetër. A ki përqindja në jo. karierën? Hale s'ka fol. Tuna me shku me fol me Bejtan. A ka po këngë të re Bejta? A ka po këngë të re? Ka bo para një mujë që ashtu diçka ka lansu një këngë. I ka kontaktet, marrëdhëniet me prive në Bejta, dhe besoj që shumë shpejt do të marrim edhe të reja të fundi që vinë nga. Po, gjithçysh. Mirë, diçka tjetër a ka? Agnes, ty të pëlqen me folë për princin Lekën. Ajde që kanë të gjithë këti vikende? Po e di. Hajde kalzona. Jo, në Smirna me to më batë zamrën. Jo kolegë të mëruar Miftare dhe Lorek para një fjata aty, kur ka qenë, kur veç doli lojmi që unda princ Leka, Gonxha me Milotin, Bollion më nujnë abo bashkë mu edhe princin. Po mas një ove, në theu zemrën, për shkak të paraqitjes së tij me fotografin se as emrin s'po më thon asajna, se gjë sajna. Lerta. Çfarë ka emrin? Lerta. Lerta. Atëherë një çift I cili veç tashmë është publik edhe janë shumë të lumtur. Mendoj që ka gabu, si dema jeni familje aristokrate. Edhe ata janë aristokrat, edhe abdin monark me monark, kjo dash me shku. Për ndryshe Agnesa, ishdash me qenë Rom në këto momente, në ballo. Është e vërtet, po qëre, jeta nuk është e shkurtër, është e gjatë, dhe unë e pres kjo vajza me shku e tjetra, dikur të të bashkojnë shpirta. Në këtë botës e tjetrën, si të qoftë. Po problemu kom pak për shkak se Princ Leka I ka pas disa shere. Jo, në fakt, për një me ka qenë një super skandal, edhe aty më ka dalë për qefit edhe heq kërës isha bojë. Publikimi, kushdo që e ka publiku atë videon personale të një momentit shumë të vështirë mes një qiftit, është e të mërshme. Mandej edhe një burë nuk është, asë një gru me gjiru një tjetrin në ato momentet të eskalimit. Edhe që ajo ka qenë për një skandal, edhe në këtë rast, mu më dhimë se të... Elia Zarja, ajo e cilja paka shumë ka dollë si shumë negative në këtë histori mirë, po ajo ka qenë e tratumja, edhe ajo ka qenë U paton që Elia dhe Blerta kanë qenë shoqe, kështu që për që to u pat bo këgja e madhe kjo. Shoqet. A është I dush me bo shoqe Blertën edhe... Për që ata e këmë po emisionin shoqet, në shmitir që të shoqet. Prej një, s'po I them ekstremi, po prej një qoshin në qoshin tjetër të informacion. Kejtë e njojmë një vajzë që është bërë tashmë viral për dhamë që I ka 14.000 euro e kështu me radhë. është Benita, mirë po tana më së ndajnë e kena po edhe në një legjikonomi, një sketch shumë interesant ku është ajo aktoria që e luan dhe thot që shkojmë në Dubai edhe jena shkojmë në bibliotekë, punojmë në bibliotekë dhe kjo ka shku viral edhe këtë kanë aludu që është për këtë vajzën edhe si pas gjasave është për këtë Benitën dhe Benita tashmë ka reagu me një postim tjetër duke thënë se ajo do të postoj diçka në një të armën një lloj disi për këta të legjikonomisë për shkak se pido këtë pak e teprume ajo që ka bërë. Ama Benita, këshyre ti zamër drejtimin tonë asë më sullon me ta. Ata e bojnë hajgare dhe me neve. Ata e në aktore dhe e tregojnë të pak të një realitet që ndodhë mrapa kamerave. Kështu e shohën humorin e ata shpesh edhe me neve bojnë humor, edhe me muër, edhe me gazetar, nuk është diçka e re, dhe mu që ditë. Që lejlet bojnë humor, s'ka lidhje, Benita mundet prap me vazhdu. Nuk ka marketing të kesh, kështu që është interesant shumë ajo deklarata, sa I neve nga ke knoq, unë e kom përmend një javë dit,
Dhëmë të diamantit. Po, edhe besoj që mas shumë të këtu ka përfitua e klinika, edhe besoj edhe shumë klinika të tjera. Edhe shumë klinika të tjera të cilët kanë përfitu nga Benita, tash më përfitojnë edhe logikonomia, apo jo, që sigurisht po tentojnë me nxjerrë edhe humore në mënyrë që pse jo me përfitu edhe ata. A ka diçka tjetër me hallakot? Ka sa dush me hallakot. Ka sa dush. Diçka që ka hallakot kohët fundit është se Jozi u konë në Kosovë, u konë në Gjakov, në një dasëm, i ftum special. Jo, bre se s'gudzon, a i marrë në Kosovë, ma. Qërë tash, në atë aspektin që zgudzon është shumë mirë që po vjen, edhe po harru kjo farpune, nuk o vazhdu me diçka të tillë ma shumë me telashe, edhe shpresoj që mos me pas më kur telashe, edhe më harru edhe ja komplet që ndodhi. Edhe shumë interesant se edhe kjo që e ka shkruar Rime Fejes, është kelmend edhe kjo si gjesti. I Gjakovës. I Gjakovës. Kelmend ka andej në Kosovë. Miru shtufshin. Ka pas shumë aludime, sidomos e komente, kërcenime që ti nuk guxon me shkejt më në Kosovë, kena me da bo kështu, po me sa duket si kanë bo përshtypje Jozit fort këto edhe ka ardhur. Aja, sa tyne që i kanë thonë këto komente, se ne edhim që gjithçka zgjatë veç 3 ditë edhe harrohet. Që dijat e na është qalsh. Edhe mirë që s'ka agravu situata tutje me ndonjë kundërpërgjigje dhe reagime të tjera, kështu që me nësi gjithë lumëtur. A u bo boll? A u bo boll. Për që t'Jozin s'di asë mund qka me folë. Jo, asë nuk përdu me folë. Ani s'ka me folë më për ta hesë. Mesë kry. Ditën e mirë. Mirë, falimderit Agnesa, falimderit shumë Tali dhe Loreg.